Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Pas pak në studio do ta kemi profesorin dhe njohësin e sigurisë Fatmir Çollakun, me cilin do të flasim lidhur me rastet e spionazhit në Kosovë. Kemi parë që sot ka nisur seanca fillestare ndaj ish zyrtares së misionit të OSBE-s në Kosovë Gjukanović, e cila është deklaruar e pafajshme për akuzat për spionazh, ndërkohë e dim që tashmë Gjukanović është në mesin e 6 personave të arrestuar muajve të fundit në Kosovë, të cilët dyshohen dhe akuzohen se i kanë ofruar informacione dhe kanë punuar për shërbimin sekret serb e njohur si BIA. Se sa serioze dhe çfarë kërcënime serioze mund të përballet vendi me gjitha këto raste spionazhit, cilat janë metodat dhe veprimtaria se si operojnë ato në Kosovë, të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Ish diplomati amerikan në ditën e dytë të dëshmit thotë se nuk kishte kontroll dhe komandë efektive në UÇK, sipas tij gjatë bombardimeve thaj që çdo herë ishte në Kosovë. Kryesuesja e OSBE-s nuk i takon Kurtin e Gërvallë. Pas takimit me Osmani tha se shpreson të gjendet një zgjidhje për bllokadën institucionale. Nis gjykimi fillestar ndaj ish zyrtares së OSBE-s së dyshuar për spionazh te BIA serbe. Gjukanović deklarohet e pafajshme lidhur me akuzën për spionazh. Shqipëria avancon në rrugën e saj drejt BE-s, hap 4 kapitull të rinj. Sipas komisionierës për zgjerim, shpejtësia e Shqipërisë drejt BE-s është mbretëlënëse. Ish diplomati amerikan James Ruby në ditën e dytë të dëshmisë së tij për dhomave të specializuara në Hag ka deklaruar se komanda e UÇK-s nuk ushtronte kontroll efektiv mbi komandat lokale. Tek ju përgjigj pyetjeve të avokatit të Hashimthashit Luka Mishetić, ai tha se një nga arsyet pse SBA-ja nuk i çonte armë UÇK-s ishte pikërisht mungesa e organizimit të saj. Ndërkohë në pyetjet e prokurorisë ai tha se nuk ka folur me Thashin lidhur me zhvillimet që lidhen me dhomat e specializuara para se t'i ngrihej aktakuza. Ai ka thënë se sheh të padrejtë gjykimin e Thashit meç nga përvoja e tij traditore në male me komandantët e sektorëve dhe me Thashin vëreje që ai nuk kishte kontroll mbi ta. Duke folur për bombardimet e NATO-s në Kosovë dhe periudhën e këtij zhvillimi historik, James Rubin ka thënë se ka qenë në kontakt të shpeshtë me Hashimthashin me qëllim shkëmbimin e informacionit për ngjarjet në terren. Pranverët në 93 kemi shkuar në vendet e Ballkanit me ndonjë pyetje. Rruga drejt sigurisë së qëndrueshme në Kosovë nuk është ushtarake, por është politike, ka thënë komandanti i KFOR-it general-majori Enrico Barduani në informimin e tij të fundit para Komitetit Ushtarak të NATO-s dhe Këshillit Atlantik të Veriut. Sipas Barduanit, situata në Kosovë është e qëndrueshme, por mbetet subjekt i rreziqeve të përshkallëzimit të papritur për shkak të njësër çështjesh të pazgjitura. Ai ka deklaruar se pavarësisht sfidave në terren, KFOR-i ka qëndruar në rrugën e duhur duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit dhe zbutjen e situatave që mund kishin quar në incidente ose shpërthime të paqëndrueshme. Që të lëvizin përpara është e rëndësishme që Beogradi dhe Prishtina të implementojnë marrëveshjet ekzistuese. Të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet që kompromiset bëjnë kompromiset e nevojshme, ka thënë Mesiera Shai. Konstituim të shpejtë institucioneve ka kërkuar Ministre e Punëve të Jashtme e Finlandës Elina Valtolan, e cila është edhe kryesuese e OSBE-s. Gjatë vizitës së saj në Prishtinë ajo takoi presidenten, por jo edhe homologën e saj e as kryeministrin në detyrë. Ministri e Punëve të Jashtme të Finlandës Elina Valtonen, e cila është edhe kryesuese e OSBE-s, ka dhënë mesazhin në Prishtinë se kuvendi nuk është konstituuar konform kushtetutës. Në një konferencë për media, jo bëri thirrje që institucionet e reja të formohen sa më shpejt. I welcome the election of the new Speaker of the Assembly. Mirëpres zgjedhjen e kryetarit të ri të kuvendit dhe shpresoj që procesi i konstituimit të kuvendit të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe që ne do të shohim një qeveri të re së shpejti, me të cilën presim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë. Procesi i konstituimit të kuvendit është kontestuar me që deputetët serb i janë drejtuar kushtetueses pasi ligjvënësit nuk zgjodhen edhe nënkryetarin e kuvendit nga radhët e ligjvënësve serb. Diplomatja finlandeze kërkoi edhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe shtyrjen e dialogut përpara dhe vlerësoi se ky proces ka potencial të kontribuojë në siguri e stabilitet në rajon. With the appointment of
Me emërimin e përfaqësuesit të ri të posaçëm për dialogun Prishtinë-Beograd, riafrimimi i zotimeve në dialog dhe avancimi i zbatimit të marrëveshjeve ekzistuese janë thelbësore për të pasur sukses. Gjatë qëndrimit në Kosovë, Ministri e Punëve të Jashtme të Finlandës nuk takoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti e as homologën e saj Donika Gërvalla. Ajo nuk tregoi as nëse me ta do të takohet jashtë zyrës së qeverisë. Let me put it this way. Le ta themi kështu, ne shpresojmë fuqishëm që shumë shpejt do të ketë një zgjidhje për ngërçin në kuvend dhe qeveri. Valtonen është pritur nga presidentja Vjosa Osmani. Pas takimit, Osmani ka bërë të ditur se është diskutuar për zhvillimet e fundit në vend, rolin që OSBE-ja ka luajtur ndër vite në Kosovë, si dhe prioritetet e saj aktuale. Valtonen ka atakuar edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ajo ka theksuar se një shoqëri civile aktive dhe e lirë është shtylla kurrizore e një sistemi demokratik. Ka dështuar sërish të mbahet seansa në rastin ku ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhiral Sveshla, dy deputetët e vetëvendosjes Sali Zyba dhe fitore Pacolli Dalipi, si dhe ish deputetja Drita Millaku akuzohen për hedhjen e gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës në mars të 2018. Në këtë seancë e pranishme ishte vetëm ish deputetja Drita Millaku. Gjyqtari Sabit Sadika i tha se në mungesë të kushteve ligjore, seanca nuk mund të mbahet, ndërkësh ndaj Sveshlës, Pacollit Dalipit dhe Zybës do të lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim në gjykatë. Aktakuza ndaj tyre ishte konfirmuar më 6 shërshor të vitit të kaluar nga gjykata themelore dhe vendimi u vërtetua më pas edhe nga apeli. Seanca është shtyr për 31 tetor. Edicionin e vazhdojmë me një zhvillim nga rajoni. Shqipëria sot ka bërë edhe një hap drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në Bruksel, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka hapur edhe 4 kapitull të rinj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Edi Rama, zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian Marta Kos ka vlerësuar se shpejtësia e Shqipërisë drejt BE-s është mbreslënse derisa ka inkurajuar të vazhdojë me këtë ritëm. Komisionierja e BE-s për gjerim ka bërë të ditur se gjatë këtij viti do të hapen edhe 5 kapitujt e mbetur, ndërsa kryeministri Edi Rama ka siguruar se Shqipëria do të vazhdojë angazhimin maksimal për të përmbushur objektivat. Me hapjen e 4 kapitujve të rinj, tashmë Shqipëria ka quar në 28 numrin e kapitujve të hapur. I kthehemi zhvillimeve në vend ku në seancën e shqyrtimit fillestar në gjykatën themelore në Prishtinë, zyrtarja e misionit të OSBE-s në Kosovë Jelena Gjukanović është deklaruar e pafajshme lidhur me akuzat për spionazh. Por sipas prokurorisë speciale, Gjukanović me vedije të plot ka kryer veprime të përsëritura duke dërguar informacione të dokumentuara që lidhen me rendin kushtetues të zyrtarët e lartë të BIA-s. Është deklaruar e pafajshme zyrtarja e misionit të OSBE-s në Kosovë Jelena Gjukanović, e cila akuzohet për spionazh. Në nevojtë deklarimi juaj e pranon e nuk e pranon E pafajshme. Prokuroria speciale akuzon atë se ka kryer veprën penale deri në momentin e arrestimit të saj në shkurt të këtij viti. Sipas aktakuzës, Gjukanović si zyrtare e misionit të OSBE-s në Kosovë me vedije të plot ka kryer veprime të përsëritura duke përcjell informacione të dokumentuara për agentin rezident të BIA-s Aleksandar Vlajić, të cilat informacione pastaj janë transmetuar te zyrtarët e lartë të BIA-s. Gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSBE-s, ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit agentin rezident të BIA-s Aleksandar Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e brendshme të institucioneve të Republikës së Kosovës. Përveç komunikimeve me të dënuarin për spionazh Aleksandar Vlajić, në aktakuzë thuhet se Gjukanović ka komunikuar edhe me zyrtar të tjerë të BIA-s serbe. Ajo akuzohet se ka ndihmuar edhe në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të Kosovës. Janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović,
përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Ka kontribuar në kryimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Republikës së Kosovës, çka përmes këtyre veprimeve të qëllimshme e pandehura ka cenuar rendin kushtetues. E avokati së akuzuarës Predrag Milković propozoi që masa e paraburgimit të së akuzuarës Gjukanović t'i kthehet në arrest shtëpiak, gjë që u kundërshtua nga prokurori special Bekim Kodraliu me arsyetimin se ende ekzistojnë kushtet për vazhdimin e paraburgimit. Por gjyqtari Rahman Beqiri tha se për këtë propozim do të vendosë jashtë seancës. Mbrojtja e Gjukanovićit kërkoi po ashtu 30 ditë afat për mbledhjen e provave shtesë, por gjyqtari Beqiri vendosi se 15 ditë janë të mjaftueshme. Gjukanović është arrestuar me 28 shkurt të këtij viti, nën akuzën se ka shpërndarë dokumente dhe informacione të ndjeshme për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë të Republikës së Serbisë. Lufta në qytetin e Gazës ka hyrë në një fazë të re me ushtrinë izraelite që ka nisur një ofenzivë më të gjerë në enklavë duke shkaktuar vdekjen e të paktën 40 palestinezëve. Përballë akuzave për gjenocid nga OKB-ja dhe thirrjeve për ndalim të sulmeve nga Bashkimi Evropian, Izraeli ka vazhduar veprimet ushtarake duke i cilësuar si të nevojshme për shkatrimin e Hamasit dhe lirimin e pengjeve. Ushtria izraelite ka nisur një sulm të madh toksor në qytetin e Gazës të martën me që rast raportohet për të paktën 40 palestinezë të vrarë. Banorët i kanë përshkruar sulmet si më të fortat që kanë përjetuar në 2 vjetët e fundit të luftës. Një zyrtar i forcave mbrojtëse të Izraelit ka njoftuar se trupa toksore izraelite po operojnë më thellë në qytet dhe se numri ushtarëve do të rritet në ditët në vijim për të luftuar rreth 3000 luftëtar të Hamasit që ushtria e Izraelit beson se ndodhen ende aty. E në një njoftim në rrjetin X, ministri i mbrojtjes izraelite Israel Katz konfirmoi nisjen e ofensivës së re, duke deklaruar se po luftojnë kundër Hamasit. Gaza po digjet, ushtria izraelite po godet me grosht të hekurt, infrastrukturën terroriste dhe ushtarët tanë po luftojnë me trimëri për t'i krijuar kushtet për lirimin e pengjeve dhe shkatërimin e Hamasit. Bashkimi Evropian i bëri thirrje Izraelit të ndalojë ofensivën toksore në qytetin e Gazës, duke theksuar se një veprim i tillë po çon drejt shkatërimit të qytetit. A military intervention Ndërhyrja ushtarake do t'sjell edhe më shumë shkatrim, më shumë vdekje dhe më shumë zhvenduesi të njerëzve. Ne kemi treguar qartë se kjo do të përkeqësoj edhe më shumë situatën tashmë katastrofike, humanitare dhe gjithashtu rrezikon jetën e pengjeve. Është koha për t'i dhënë fund këtij cikli i dhunë shkatrimi dhe vuajtjeje dhe kjo duhet të ndodhë tani. and this must end now. Ofensiva nisi në ditën kur një raport i ri nga Komisioni Hetues i Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se Izraeli ka kryer gjenocid kundër palestinezëve në Gazë. Izraeli hodhi poshtë këtë akuzë duke e quajtur raportin të shtremburuar dhe të rrem. Ministria e Jashtme izraelite ka theksuar se ishte Hamasi që ka tentuar të kryejë gjenocid. Pavarësisht gënjeshtrave në raport, Hamasi është pala që ka tentuar gjenocid në Izrael, duke vrarë 1200 persona, duke përdhunuar gra, djegur familje të gjalla dhe duke shpallur hapur qëllimin e saj për të vrarë çdo hebre. Lufta në Gazë filloi pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023, ku u vran rreth 1200 persona, shumica civil, dhe u rrëmbyen 251 të tjerë. Si përgjigje, ofensivat izraelite në Gazë kanë shkaktuar vdekjen e mbi 64.000 palestinezëve, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë. Kjo ministri nuk jep shifra të sakta se sa ishin civil dhe luftëtar, por njofton se rreth gjysma e të vrarëve ishin gra dhe fëmijë. Me profesorin dhe njësin e sigurisë, zotin Fatmir Shullaku, do të flasim lidhur me rastet e spionazhit